jo zyrtarisht aktivisht në parti politike, angazhimi tyre kanë qenë për ta zbritur vendosin në 98%, që të krijohet mundësia e partive opozitare bashkë me listën serbe që të krijojnë një qeveri përkundër vendosjes. Megjithëse ne patëm një ulje të numrit të deputetëve, ne fituam 48 dhe ishte e pamundur kuptohet për të realizuar planin e tyre për një qeveri tjetër përkundër vendosjes, ata filluan fazën tjetër të bllokimit të vendosjes. Domethënë, bllokim të qeverisë Kurti 3 në secilin hap. Nga shqyrtimi i raportit për verifikimin e mandateve në Kuvendin e Kosovës, tek refuzimi i secilit propozim për kryetar të Kuvendit, tek refuzimi i ftesave për bashkëqeverisje nga LDK e Nisma, tek refuzimi i qeverisë Kurtit, tek refuzimi i qeverisë Konjusa, tek refuzimi i buxhetit dje, tek refuzimi i planit të rritjes të marrëveshjeve ndërkombëtare. Përbindjen time, domethënë ka qenë një plan i menduar mirë politikisht, strategji e veprimit për ta bllokuar qeverinë Kurti 3. Deri në zgjedhjet lokale e kam bërë me dy objektiva. E para që ta pamundsojnë qeverinë Kurti 3 duke bllokuar konstituimin e Kuvendit, dhe e dyta të shmangë zgjedhjet e parakohshme parlamentare para zgjedhjeve lokale. Ata nuk kanë dashur zgjedhjet parlamentare para zgjedhjeve lokale. Kur zgjedhjet shpresonin që do ta dëmtonin vendosjen në dy drejtime, edhe në nivel nacional, por në nivel lokal. Megjithatë, zgjedhjet e 12 tetorit dhe raundi i dytë e konfirmoi një gjë të kundërt, sepse vendosja ishte subjektiv vetëm që pati rritje të komunave të fituara. Megjithatë, zgjedhjet lokale me ato nacionale dhe shpeshherë din të kenë rezultat. Shpresonin që e ndikon situata politike nacionale rezultatin lokal. Tek zgjedhjet do ndalemi zoti Rusemi edhe pak më vonë. Në një moment kur u pase disi u zbehën tensionet mes Partisë Demokratike të Kosovës edhe lëvizjes vetëvendosje, thënë kjo pasi Bedri Hamza deklaroi më njëherë pasi mori leadershipin e PDK-s se nuk ka vija të kuqe me lëvizjen vetëvendosje, më pas edhe kryeministri në detyrë Albin Kurti uroi këtë të fundit për marrjen e postit kryetarit. Një postim i djeshëm i Albulena Haxhiut në seancën ku po votoi për formimin e qeverisë, tashmë kemi në dalje, ku shihen deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës, më pas mbrapa edhe lista serbe duke votuar kundër, e një mbishkrim në harmoni të plot erdhi nga nënkryetaria Albulena Haxhiu, gjë që më pas edhe nuk u prit mirë nga Blerta Deliu, e cila të njëjtën e quajti si të mirë. Unë po e lexoj për hir të korrekcisë tër postimin. Për karrigën e saj, Albulena Haxhiu mbron Mimoza Kusarin edhe kur dëshmohet se është në harmoni të plot me Milan Radojčić. Për karrigën e saj, Albulena Haxhiu akuzon edhe Sali Asharin e familjes heroike të Prekazit në harmoni të plot me listën serbe e mirë. Jo vetëm ministrja më e dobët e drejtësisë që ka pasur ndonjëherë Kosova. Sa i kontribojnë zoti Rusemi të tilla postime, të tilla shprehje, më pas edhe ndoshta një bashkëpunimi të mundshëm e që realisht deri diku edhe u mendua se mund të ndodhte. E vërteta mund të dhemb, por e vërteta duhet të thuhet. Domethënë, madje këtë fotografi edhe sikur mos ta shoqëronte fare me tekst, zonja Haxhiu do të ishte mjaftueshëm e qartë. Për dikë, si për mua, nuk as për këtë fotografi s'ka pasur nevojë, po mbase për publikun po. Mbase për një masë të publikut se edhe shumica qytetarëve e kanë të qartë. Shiko, nuk